Përshëndetje miq të Shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një temë e cila shpesh lihet e anashkaluar, por ka shumë rëndësi për shëndetin tonë. Bëhet fjalë për këmbët dhe gjithë problematikat që e shoqërojnë atë, duke filluar nga myku, nga thoji në mish, edhe tek kallot. Për diskutuar në lidhje me këtë temë, ne kemi sot të ftuar podologen Ira Shehaj. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi të ftuar. Faleminderit. Mund na shpjegoni fillimisht çfarë është podologjia dhe me çfarë merret kjo, çfarë është kjo fushë konkretisht, me çfarë merret? Po, podologjia është shkenca e këmbëve, duke u lidhur nga fjala podos dhe logos, shkenca e këmbëve merret me trajtimin e problematikave të thojve dhe të lëkurës këmbëve. Shpesh, siç e theksova edhe pak më përpara, ne këmbën e shohim thojin konkretisht për ta trajtuar në mënyrë estetike. Por sa e rëndësishme është që ne të kujdesemi për të. Është shumë e rëndësishme se ana estetike, sepse këto këmbë neve na mbajnë gjatë gjithë kohës, me këmbë bëjmë gjithçka dhe nëse ne nuk mund të ecim dot kur kemi dhimbje, është e pamundur dhe pjesë e vazhdimit. Prandaj është shumë e rëndësishme që nga smundja deri tek dhimbjet. Cilat janë disa nga problematikat kryesore që ju trajtoni këtu në studion tuaj? Më së shumë ne i trajtojmë gjithë problematikat që kanë lidhje me podologjinë, por më të shumta rastet e thojmë me myk, thojnë futur mish dhe kallot. Të ndal pak tek thoji në mish, nga si shkaktohet? Një nga arsyet më të mëdha të krijimit të thojit mish ose onikokriptozis është prerja e gabuar, që bën të mundur futjen e thojit mish, këpucë të ngushta dhe të parahatshme. Në moment që ne veshim këpucë të ngushta, direkt futet thojit mish, patjetër edhe thojit që janë të lindur në formë C-je, që është C-shape. Dhe ajo ndikon në futjen e thojit mish. Si është një këpucë ideale për këmbën që mos krijohet kjo? Duhet të jetë e lirshme dhe në masën tonë. Domethënë këpucët stileto që mbajnë femrat më së shumti bën të mundur futjen e thojve në mish. Pra, vajzat janë më të predispozuara i bie në këtë rast? Patjetër, sepse neve mbajmë taka, meshkujt jo. E qartë. Mund na shpjegoni pak edhe sa e rëndësishme është mënyra se si ne presim thojin? A ndikon kjo në futjen e tij në mish? Duke qenë se një ndër arsyet më të mëdha është pjesa që si presim thojnë atëherë na futen thojnë mish, prandaj duhet të kemi shumë kujdes në prerjen e thojve. Nuk duhet i presim shkurt, nuk duhet i presim në mënyrë ovale, sepse kjo direkt pastaj çon në thojnë mish. Për të gjithave pastaj edhe pjesa e jo sterilitetit të mjeteve që neve kemi në shtëpi, qoftë prefset e thojve që neve kemi prefse në familje. Pra, këtu fillon problemi. E qartë. Do të thonë, duhet përveç prerjes edhe një higjiene mirë të mjeteve që ne përdorim në përditshmërinë tonë. Higjiena është një ndër më të rëndësishme. Po, thoj, ka një mënyrë të saktë prerjeje apo mjafton të jetë jo shumë i shkurtër? Po, nuk duhet i presim thellë dhe nuk duhet i presim në mënyrë rrethore. Domethënë ne duhet i presim drejt gjithmonë. Që në moment që thoja rritet, vazhdohet të ecë te kanali vet dhe mos na futet nëpër kanale. Të mos krijojë edem. Po si ta kuptojmë ne që mund të kemi një problem me thojin në mish përpara se ai të jetë agravuar? Në cilat janë disa nga shenjat e para? E para fare është dhimbja, domethënë që ne kemi bezdi ose një ngacmim gjatë kohës kur ecim, pastaj fillon me skuqje dhe në rastet më të rënda pastaj ka infeksion ose granulom. Dhe si trajtohen zakonisht? Cilat janë disa nga metodat? Ne kapim në fillime, domethënë është shumë mirë kur vin këtu sepse bëjmë prerjen në mënyrën e duhur, bëjmë mjekimin dhe pastaj vazhdojmë me trajtimin dhe e mira për këto raste është që ti trajtojnë rregullisht dhe t'i presin e për njerëzit e posaçëm, të drejtojnë te specialistët, mos t'i presin në shtëpi, që mos të arrijë pastaj pjesa që t'i infektohet përsëri. Dhe për pjesën e thojve që janë të futur mish, mos të arrijnë deri te kirurgjia, janë edhe mënyrat e ortoniksis, që është vendosja e protezave bracem që janë pa dhimbje. Gjithë procesi është pa dhimbje, bën të mundur hapjen e thojit. Keni patur raste të tilla? Pafund. Shumë. Sepse njerëzit tani edhe janë informuar dhe këto janë zgjidhje shumë të mira, mos shkojnë për kirurg që të kenë dhimbje, i bëjnë në këto mënyra. Mbani mend ndonjë rast të vështirë që keni trajtuar? Që ka qenë edhe i suksesshëm, po dhe i vështirë? Po, ka pafund raste, gjitha janë të vështira dhe pastaj vetëm kur ka bashkëpunim ka gjithmonë punë shumë të mira. Pra, nuk mjafton vetëm trajtimi në klinikën tuaj, por nevojitet edhe një kujdes nga ana e pacientët duhet kujdesen, t'i mjekojnë ashtu sikurse ne i këshillojmë. A mund të trajtohet thojë në mish në kushte shtëpiake, pra kur është në faza fillestare, dhe nëse po, si mund të bëhet kjo? Jo, nuk trajtohet në shtëpi, shumica e rasteve që mua më vijnë, me thënë mish që janë që të gjithë e kam provuar, e kam prerë pak në shtëpi.
siç e përmenda, nis që nga pjesa e sterilizimit të mjeteve që ne pastrojmë dhe mënyrës se si ne mund të heqim pak, po lëm pjesën kryesore dhe pastaj fillon dhimbja dhe infektimi. Prandaj kur pacientët vinë këtu, ne jo vetëm bëjmë prerjen e thonjve, por edhe trajtimin me medikamente të vajtë. Do thënë, ka trajtim me medikamente për këtë problematikë? Po, patjetër. Domethënë pas çdo prerje ne gjithmonë do mjekojmë thonjën. Nuk ndodh asnjëherë që thjesht presim edhe kaq. Në momentin që dikush e trajton thonjën, çfarë duhet të bëj më pas që të mos i shfaqet sërish si problematik? Duke e prerë drejt thonjën, duke mbajtur sa më të pastër dhe higjiena ka të bëjë shumë dhe mënyra e këpucëve që ne veshim dhe këpucët që ne veshim. Pra higjiena, këpuca janë shumë të rëndësishme dhe prerja. Një nga problematikat tjera që njerëzit shfaqin tek thonjët është myku. Nga se vjen myku dhe si mund trajtohet? Myku i thonjve ose onikomikosis fillon me pjesën, ndikon pjesa e lagështirës edhe të ngrohtit. Për shumë momentin që bëhen më shumë thonjë me myk janë në dimër, kur ne mundohemi të veshim këpucë të ngrohta, i mbajmë gjatë në këmbë, sepse lagështia është ajo që e krijon terrenin që të fillojnë kërpudhat që të krijojnë mykun. Janë edhe sëmundjet shoqëruese, siç janë sëmundjet kardiovaskulare, ose diabeti. Pra në kushte shëndetësore që ndikojnë? Edhe sëmundjet shoqëruese ndikojnë tek formimi i mykut. Po aspekti gjenetik luan ndonjë rol? Mund të jetë gjenetike? Shumë pak. Shumë pak është pjesa e gjenetikës. Pjesa e gjenetikës nuk ndikon vetëm të thonjë kudo, por ndikon edhe te pjesa e formës tojt, më së shumti, tek pjesa e mykut shumë pak. Myku është nga mënyra e jetesës, domethënë është përditshmëria jonë që e krijon. E qartë. Po myku, kemi dëgjuar shpesh që është ngjitës, a është e vërtetë kjo? Po, myku është ngjitës. Në moment që neve ndrëm shaptat me njëri tjetrin në hapësira publike, që shkojmë pishina, palestra, fillon dhe me myk lëkure dhe myku lëkurës mund të krijojë myk tek thonjë, ose dhe anasjelltas. Kur dikush, çfarë shenja shfaqen në thonjë që ne të sinjalizohemi për të bërë një vizitë në lidhje me mykun? Po, trajtimi i mykut fillon me trashjen e thonjit, me zverdhjen edhe erë të pakëndshme. Zverdhje ka ngjyrë kafe, ngjyrë të zezë në rastet më të vështira. Ka dhe hematoma pastaj. Ndryshimi i ngjyrës, trashja e thonjit janë disa nga elementet që duhet të ne të na shqetësojnë që edhe aroma e pakëndshme që është shoqëron më së shumti pjesën e mykut. Dhe nuk ka dhimbje, nuk ka dhimbje. Prandaj ne ndonjëherë themi që okay, nuk na dëm asgjë. Edhe anashkalojmë. Anashkalohet shpesh si u vin rastet tu? Po, sepse mungesa e informacionit ka çuar domethënë drejt kësaj që njerëzit i kanë pas shumë keq, por kohët e fundit kanë filluar shumë më shumë që t'i kushtojnë rëndësi pjesës thonjve. Dhe si trajtohet myku në thonjë? Myku i thonjve do trajtimin me podolog dhe dermatolog. Do patjetër bashkëpunim podologët me dermatologun, podologu bën pastrimin mekanik, ndërsa dermatologu jep mjekimin e duhur në bazë të analizës që bëhet për se çfarë myku kemi në thonjë që të japi diagnozën e duhur. Shërohet? Patjetër që shërohet, vetëm se do pak më shumë kohë. Do 9 deri në 12 muaj, tek thonjët e vegjël patjetër rritja është më e shpejtë, të 11 duhet më shumë kohë, prandaj zgjat. A ka mosha ku shfaqet më shumë ose kategori burra gra ku e shihni më të pranishme, të cilat grup mosha, e të cilat gjini? Moshat ndaja patjetër sepse myku vjen edhe si pasojë mikrotraumave gjatë ecjes, sëmundjes shoqëruese, siç edhe përmendesh, ndikojnë në pjesën e mykut. Doktoresha, shpesh shohim edhe problematika me kallot. Edhe sigurisht duke qenë se ndoshta nuk shfaqin dhimbje, njerëzit janë anashkalojnë. Kur duhet na shqetësojnë? Njerëzit vinë gjithmonë kur kanë dhimbje, drejtohen, por kallot në shumicën e rasteve japin dhimbje. Kallot krijohen nga fërkimi i këmbës në këpucë, që vjen si pasojë një këpucë jo të rehatshme ose nga forma e këmbëve. Kallot më së shumti krijohen edhe mes gishtave, të cilat shumë rrallë mund të hiqen, por ka mënyra parandaluese siç janë ortozat e silikonit që ne bëjmë që janë personalizuara. Pra, ka gjithmonë një trajtim mjekësor, nuk ka mjekime të cilat mund t'i bëjnë ndoshta edhe në kushte shtëpiake. Kur e gjejnë në fazat e hershme, çfarë mund bëhet kur e shohin që thembra nuk është
Themrat patjetër që mund t'i mirëmbajmë në shtëpi dhe nuk ka kallo tek themra. Themra është tharje e lëkurës që bëhet pastrimi edhe në shtëpi mund ta bëjnë njerëzit vetë edhe me kremrat që janë me përqindje ure, ndërsa pjesën e kallove kur sapo kanë dalë dhe mund t'i trajtojnë në shtëpi, por ndonjëherë edhe i përkeqësojnë duke marrë produkte që janë shumë acide që fillojnë dhe i djegin, prandaj më mirë është të drejtohen te specialistët. Një konsult. Po. Pra praktikisht të bëhet një konsult. Shërohen edhe kallot? Po, trajtohen kallot, ka kallot që janë të hershme që nuk hiqen, ndërsa kallot e reja patjetër kanë drejtim. Në rast se lihen pa trajtuar si kallot edhe problematika që përmendëm pak më përpara, sa të rrezikshme janë për shëndetin, ose kur nuk trajtohen siç duhet, sa të rrezikshme bëhen ato për shëndetin tonë? Të rrezikshme janë në moment që neve kemi dhimbje, por nuk është se na rrezikojnë dhe nuk na ndikojnë në jetën tonë. Vetëm në moment që kanë dhimbje, patjetër që ndikojnë. Ju personalisht e rekomandoni trajtimin në shtëpi apo gjithmonë duhet një konsult? Ne rekomandojmë pjesën e mirëmbajtjes në shtëpi, sepse tash ka shumë raste që ka trajtimet që mundojmë vetë i përkeqësojmë, prandaj është më mirë të drejtohemi te specialistët. Nëse në shtëpi patjetër ka shumë mënyra mirëmbajtje. Mund na tregoni disa? Një ndër gjëra që unë i them njerëzve më së shumti janë këto dhe mënyrat popullore, futja e këmbëve në ujë me uthull, me sodë, sepse janë mënyra shumë të mira antibakteriale, qoftë edhe për qetësimin dhe relaksimin e këmbëve. Pra kjo është një nga kryesorët dhe ndoshta më e mira për siç e përmendëm, prerja në mënyrën e duhur, preja drejtë thonë. Ne kemi dhe një rubrikë e cila quhet mit apo fak, ku janë disa konstatime të cilat ju mund t'i sqaroni nëse janë të vërteta ose të rreme. Kallot janë vetëm një problem estetik? Jo, kallot nuk janë problem estetik, sepse kanë të bëjnë edhe me dhimbjen e thonjve. Nëse thoj nuk dhemb, nuk ka nevojë për trajtim. Pra nëse ne nuk ndiejmë dhimbje, nuk ka nevojë ta trajtosh. Jo, dhe kjo s'është e vërtetë, sepse kemi rastin e thonjve me myk që nuk kanë dhimbje, por kanë nevojë të trajtohen. Thoj në mish trajtohet gjithmonë me operacion, pra me ndërhyrje. Jo, domethënë në mish ka raste kur i parandalojmë me mënyrat, siç e përmend edhe me ortoniksin, që është vendosja e protezave, prerja në mënyrën e duhur dhe në raste shumë të rënda patjetër që duhet i drejtohemi kirurgjisë. Myku i thonjve mund të jetë ngjitës? Po, myku i thonjve është ngjitës. Pedikyri estetik zgjidh problemet mjekësore të këmbëve? Jo, pedikyri estetik nuk mund të zgjidh problemet mjekësore, prandaj duhet shkuar në specialist, në podolog. Kemi dëgjuar ndonjëherë që lyerja e thonjt ose pedikyri në këtë rast e mirëmban në ndonjë rast apo është gjithmonë duhet lënë i lirë thonj në momentin që trajtohet? Jo, s'ka nevojë që thonjt lihet i lirë. Thonj mund ta lyesh në moment që lyhet, dhe çdo trajtim qoftë nga ana estetike është me produktet cilësore, produktet e duhura, nuk ka asnjë problem. Pra nëse dikush ka probleme me mykun në thonjë, mund t'i lyej lehtësisht? Jo, nuk do t'i lyej. Thonjë me myk nuk lyen asnjëherë. Qoftë për atë që e ka problemin, qoftë dhe për pjesën tjetër të klientëve ose pacientëve, sepse është ngjitse dhe ja transmeton. Ose se kemi dëgjuar ndonjëherë që duke u munduar të mbulojnë këtë pamje estetike. Kjo është më e keqja, se rrezikon derisa të biritoj fare. Pra normalisht fillimisht duhet të trajtohet, pastaj të shihet aspekti estetikës. Ndërsa për shëndetin një herë, pastaj pranën estetike. Ne jemi tashmë në fund të bisedës dhe do doja nga ana juaj një këshill për gjithë ata që na ndjekin, edhe për pacientët që trajtojnë thonjt në mish, mykun apo problematikat e tjera të këmbëve, se si ata duhet kujdesen sa më mirë për këmbën dhe si të mos se anashkalojnë këtë gjymtyr. E para është veshja e këpucëve të duhura, mundojmë të kemi sa më të rahatshme, mbajtja e këmbëve të pastra, të thata, sepse dhe lagështia do më ndikon, veshja e çorapeve të pambukta, prerja në mënyrën e duhur, dhe patjetër kur kemi probleme, pse jo që t'i gjejmë zgjidhje në fillimet, të parandalojmë dhe mos arrijmë te pjesa e shërimit. Okej, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.